Ky djalë është marrë nga spitali 3 vjeç. Dokumentat origjinale që i ka pas janë të humbura. Ky e pak këtë fat keq ky djalë edhe 2 prindit i vdeqën. Ata ja kanë pranu që është fëmia adoptuar. Para se t'i vdesë nana ta këtu mi tregu, mirë po ky e ka largu bisedën. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni dhe të abonojeni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Prishtinë, do të jemi në Kosovë, do të sjellë një histori të një shqiptari nga Kosova. Në fakt, nuk do të jetë vetë personi në fjalë për të rrëfyer historinë, por do të jetë mikesha e tij e ngushtë. Ja njohur në vendin e punës dhe për hir të kolegut, kjo zonjë ka vendosur të jetë këtu në live me mua, të tregojë një histori të dhimbshme dhe të kërkojë ndihmën e gjithë shqiptarëve. Por çfarë ka ndodhur dhe kush është historia dhe çfarë do kërkojnë sot këtu në live me Odetën, unë do të hap dritaren dhe do ftoj më njëherë zonjën nga Prishtina që do të flasin në emër të kolegut të saj. E dashur Liri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Liria, po flet me juve nga Prishtina. Jemi live nga Prishtina. Po. E dashur Lirie, unë i kam lexuar të gjitha mesazhet që më dërgove në Viber dhe ti kërkon ditën e sotme të tregosh një histori për të arritur qëllimin e një djali që është në kërkim të nënës së tij biologjike. Po. Ju këtë djalin e keni mik, shok? Është shok. Punojmë bashkë. Punoni bashkë. Ti kërkon të ndihmosh mikun, shokun tënd. Po. Atëre, mund të ma tregosh këtë histori? Odeta, në bazë të dhëna ti, po filloj me tregu tregimin. Po. Ky fëmijë adoptuar nga 2 prind që nuk ka pas fëmijë në Prishtinë. Është lindur me datën 2 qershor në Prishtinë, në spitalin e Prishtinës. 2 qershor të kujt viti? Të vitit 1997. Po. Nana e tij quhet me dokumenta siç e din, në bazë të TFM, jo me dokumenta, në bazë të TFM, Adriana Morina Mramorina e Gjakovës. Edhe njëherë të lutem ma përsërit emrin e nënës biologjike? Nëna e tij, emri nënës tij biologjike, quhet Adriana Morina, çdo herë në bazë të gojdhënave. Jo sa i ka arritur të zbuloj diçka nga dokumentat? Jo, pse çka ka ndodhur, ai nuk është i regjistruar në datën që ka lindur, sepse prind që e kanë adoptuar ja kanë ndruar edhe datën e lindjes. Do me thonë, viti i lindjes është i njëjtë, mirë po është i regjistruar me 20 qershor i lindur. Jo me 2 qershor. Do me thënë... Dokumentat origjinale që i ka pas janë të humbura. Do me thonë që i ka pas prind adoptiv, janë të humbura, nuk ekzistojnë fare. Flasim për vendimin e gjykatës kur ata kanë bërë birësimin. Po, nuk ekzistojnë ato dokumenta fare kur është birësu personi, në fjalë. Por këtë histori si e ka mësuar djali në fjalë? Ai sot mban të njëjtin emër që i ka vendosur nëna e tij biologjike apo ka një emër që ja ka vendosur nëna birësuese në Prishtinë? Jo, ky djalë është nxjerrë, është marrë nga spitali i Prishtinës 3 vjeç. Do me thonë 3 vjet pasi ka lindur, nuk ka pas emër. Nana që e ka adoptuar i ka vendos emrin edhe mbi emrin që e mban në me thonë të babës tij edhe të nanës. Pra, djali në fjalë që i bie të jetë 28 vjeç, po, i datinjes 2 qershor 1997 që ka lindur në Prishtinë, është birësuar pas 3 ditëve, që i bie diku data 5 qershor, 1997 dhe prindërit që e birësuan në Prishtinë janë ndryshuan datën e lindjes duke e vendosur 20 qershor. Po, e vërtetë është se atëherë në sistemin e Shqipërisë, edhe disa persona që kanë shku me lind, kanë lind me identitete të ndryshme. Për shembull, kjo nënë që ka lind, besohet që ka lind me një identitet tjetër, me një
ID të dikuj tjetër, ose tezës, ose dikuj tafër që e ka. Ashtu është thonë. Mirë po tash na nuk din kur gjot pa hasë në dokumentat kryesore në spitalin e Prishtinës. Por djali në fjalë prindrit birsusi ka? Nuk e kanë birsu në mënyrën e rregull, sikur që kanë qenë procedura përpara. Është nëna e kanë zgjedhur prej spitalit, janë ka dhënë fëmijën këtyne kësaj familjes dhe mandej ata kur e kanë bërë regjistrimin e fëmijës e kanë bërë me datë tjetër edhe ja kanë vendosur emrin e djalin e tij. E qartë, por dua të pyes se dashuliri, miku juaj, si e zbuloi të gjithë histori që ishte një fëmijë birsuar, e mësoi nga vetë prindrit? Jo. Para se t'i vdesë nëna ta këtu mi tregu, mirë po ky e ka largu bisedën, qysh ka qenë më i vogël, e ka kuptu prej disa fëmijëve të lagjes, mirë po nuk i ka besu shumë, për arsye të caktume, sepse ka qenë shumë i përkthyer edhe s'ka besu që është i adaptuar. Mirë po pasi ka para një viti, në bashkëbisedim me disa familjarë vetë, edhe tash para disa ditëve në bashkëbisedim me një familjarë vetë, ata ja kanë pranuar që është fëmijë adoptuar. Edhe tash kjo është me një lloj depresioni pak, se po ka shumë dëshirë ta gjejë nënën e vet biologjike dhe babën nëse ka mundësi. Pra, djali në fjalë që ne nuk duam ta identifikojmë emrin e tij, e ka mësuar ose i është pranuar nga familjarët tani kohët e fundit, në moshë madhore. Po, në moshë madhore, unë thash prapë, dikun para një viti të një personi tjetër, edhe thash rishtas të kohë një personi tjetër. Kështu që ky e ka kuptu që është edhe i adoptuar, tash ka tentu, ka kërku dokumenta, po s'ka mujt me gjetë, edhe më luti nëse ka mundësi unë me ju drejtu juve edhe me i ndihmu që ta gjej nënën biologjike. E qartë, dhe sinqerisht nuk të falenderoj që ti e ke marrë përsipër si një mik që e ke djali në fjalë 27 vjeçarin nga Kosova për të hyrë këtu në live me Odetën, dhe pse imazhi juaj është i mbuluar, ju nuk doni të identifikoheni, po kërkoni ta ndihmoni nëpërmjet këtij live-i. Po, nëna e tij biologjike, siç ky më ka thënë, e ka emrin Adriana Molina, nga Molina e Gjakovës ka qenë. Po atë kohë që ajo ka qenë në moshën 16 apo 17 vjeçare që e ka lind këtë fëmijë, ka qenë duke u shkolluar në Prishtinë, siç po thot prapë, në bazë të gojdhënave tek tezja e vet. Pra bëhet fjalë për nënën e tij, bëhet fjalë për një vajzë që ka qenë studente në atë kohë dhe ishte larguar nga vetlindja e saj nga Molina e Gjakovës dhe që është vendosur në kryeqytet në Prishtinë. Po ka ndaj tek tezja e vet. Dhe ka qëndruar te tezja e vet dhe dyshohet që mund të ketë pasur në një histori dashurie dhe ka mbetur shtatzën. Sigurisht. Dhe për shkak të kushteve është detyruar që pas lindjes ta lërë fëmijën në spital. Po. E ka dhënë te tjetër familje. E kuptoj, sepse pjesa më e madhe e dashurisë të këtyre historive fatkeqësisht kanë ardhur nga këto histori dashurie ku kanë qenë të rinj, kanë qenë student, janë braktisur nga partnerët dhe këto nëna janë detyruar që fëmijët i lënë jetimore. Thuhet se kjo ka lindur me identitetin e tezës së vet. Pra nëna biologjike e vërtet nuk quhet Adriana, por ka përdorur emrin e tezës së vet, kartën e identitetit, le të themi, të tezës së saj. Jo, me kjo emrin e vërtet e ka Adriana Molina. Mirë po, nëse hasin në arkivat të spitalit të Prishtinës, në pretendoni me gjithë mundet me qenë që ose ka lind me emrin e vet të rregullt Adriana Molina, ose ka lind me identitet të rrajshëm, me identitetin e tezës të tij. Qysh quhet tash tezja e saj, unë nuk e di, mundet me ndonë, tash ai verifikimi shkon në bazë çështje verifikoni. A ka mundur dot djali në fjalë të bëjë një verifikim në arkivat e spitalit për të mësuar
të dhënat se kush është nëna e tij, me çfarë emri është regjistruar, gjithnjë duke u bazuar tek ditëlindja. Nuk mundet sepse nuk ka drejt, nuk ka qasje në dokumenta, përderisa ky nuk I ka dokumentat origjinale të lindjes. Por si e ka mësuar ai që ka lindur në 2 qershor të 1997-s dhe prindrit ja ndryshuan datëlindjen në datën 20 qershor. Kush ja ka treguar këto sekrete? Odeta ja ka treguar nëna e vet. Nëna birësuese. Që është ndru ditëlindja, Gjoja ky ka lindur në shtëpi, nuk I ka treguar që ka lindur në spital, po Gjoja ka lindur në shtëpi, edhe ju ka ndru edhe data e lindjes për shkak sistemit Jugoslav, atë pona ishin veç në gjendje lufte. Po. Edhe nuk kanë mujt të regjistrojnë fëmijë që kanë lindur Gjoja në shtëpi, nuk kanë mujt me regjistru në datën që kanë lindur. Po kupton? Është regjistru në datën kur është vaksionu, shembull. E qartë, flasim për vite përpara 1999-s që Kosova të fitonte pavarësinë. Po. Çdo sen ka qenë pa rregull atë kohë. Ka pas paregullësi shumë të mëdha, edhe andaj fëmijët nuk janë regjistruar me datën kur ka lind shembull. Mirë po arsyeja se këti ju ka ndru data e lindjes ka qenë sepse ky ka dalë nga spitali, nëna e vet e ka qit prej spitalit me dokumentat vet, po mandej e ka vëru te kjo familje, apo kupton? Që mos me pas probleme kjo prej familjes vet, se familja e vet, nëna, baba, Gjoja tjerë familjar, nuk ka di që kjo femër ka qenë shtatzane. E ka mbajtur të fshet, shtatzanin. Po. Edhe, ky fëmijë kur është marrë prej nënës në biologjike, është duru, nuk ka shku me dokumenta siç bëhet adoptimi I rregullt I një fëmije. Po vetëm është fal ta ajo familje, edhe mandej këta e kanë regjistruar në emrin e vet, Gjoja ky fëmijë ka lindur në shtëpi. E kuptova, për shkak të situatës në Kosovë në ato vite, nëna e tij birësuese e ka regjistruar me vonesë duke treguar që fëmijën e ka lindur në shtëpi. Po. Por në të vërtet, ajo fëmijën e ka marrë, e ka birësuar le të themi nga vetë nëna biologjike që ja ka falur. Po, ja ka falur. Adriana Morina, nga Morina e Gjakovës. Po, ashtu supet. E dashurie, duke ditur që ti po flet në emër të djalit dhe jam I sigurt që ti historinë e ke mësuar me detaje përpara se të hyje këtu në live me Odetën, por djali në fjalë të gjithë të historinë me detaje që nëna e tij biologjike ja ka falur zonjës që më pas u bë nëna e tij birësuese, ja ka treguar vetë nëna birësuese apo e ka mësuar nga persona të tjerë? E ka mësuar nga persona tjerë, nga nëna e tij birësuese nuk ka mujt me kuptu që ka qenë I adaptuar. Ajo është larguar nga kjo jetë dhe ai kur nuk pati mundësi që të fliste dhe të dëgjonte nga goja e saj të vërtetën. Nuk ka mujt. Ajo nëna e tij ka tentu mi tregu. Kur ajo ka pas një sëmundje shumë të rëndë, mirë po ky përmes me dasht me e bezdis nënën, I ka thonë, mos vazhdo ma ty tje, mos më trego. Sepse ky ka qenë në dhindjen e smundjes të nënës vetë, dhe s'ka desh me shqetësu. Apo kupton? Të kuptoj qartë. Edhe mas vdekjes tij, ky e ka kuptu nga një familjari vete, mirë po prap nuk I ka besu, se ky në fakt ka përngjan me babën birësues shumë. Një rastësi le të themi që ka një ngjashmëri me babain birësues. Shumë I përngjan babait edhe hallës. Edhe aty ka lind ai dyshimi. Mirë po kur familjari vetë ja ka pranu, tash edhe familjari tjetër para një muaji ja ka pranu që është I adoptuar, atëre ky mu drejtu mua dhe më tha lutem, se unë e shiqoj emisionin e juaj çdo herë. Falenderoj. Edhe mu drejtu mua tha, a ki mundësi me më ndihmu. Ka unë po tentoj, po I shkruaj Odetës, edhe nëse ajo ka mundësi me të ndihmu, ka me bot pa mundurën për ti me gjetë nënën edhe babën biologjik. E dashurie, unë këtu në live me Odetën
e kam hapur dritaren për shumë shqiptarë të Kosovës, por dhe të Maqedonisë së Veriut. Padyshim që kjo dritare është për të gjithë shqiptarët dhe padyshim që do të merrsha në telefon dhe do ishim të dyja në këtë live. Dua të flas si një motor, jemi të dyja bashkëmoshatare dhe dua të flas si një motor, sepse përpara disa kohëve, konkretisht përpara një viti, unë kam sjell këtu në live me Odetën historinë e një të riu nga Kosova që kërkonte nënën biologjike. Një zonjë u zbulua dhe u dyshua që ishte ajo nëna biologjike, por me atë histori ne lënduam shumë familje. Sepse ajo zonjë që e kishte braktisur nuk ishte treguar kur të vërtetën që kishte sjellë në jetë një fëmijë. Ajo ishte martuar, kishte krijuar familje, kishte sjellë në jetë fëmijë të tjerë dhe ra një bombë për atë zonjë kur i biri doli pas shumë viteve në një live dhe konkretisht në një nga live-et e mia, tregoi historinë dhe kërkoi nënën e tij. Dhe gjithë meraku im më i madh në këtë histori kur trajtoi është që të jemi të kujdesshëm, mos të lëndojmë familje që janë ndërtuar, mos të lëndojmë fëmijë që kanë ardhur në jetë më pas, por mos të lëndojmë më së shumti nënën e tij që ne e bëm publike emrin, quhet Adriana Morina. Ndërkohë, dua të pyes dashuriri për ta vazhduar bisedën dhe për të mësuar më shumë informacione rreth sa historie që ti ditën e sotme po denoncon. Mirë nëna djalit i vdiq, nëna birësuese, dhe në momentet përpara se ajo të jepte shpirt ka dashur t'ja tregojë, por ai e ka ndaluar me një qëllim që mos ta lëndonte, është e kuptueshme, por me babain e tij birësues nuk ka folur? Jo, babai ka vdekur 30 para nanës. Babai ka vdekur më herët. Po. E qartë, dhe ai nuk ka folur asnjëherë në jetën e tij me ata dy persona që i thërriti nën dhe baba dhe që e rritën me shumë dashuri. E rritën me shumë dashuri edhe e kanë rritur me aq bukuri këtë fëmijë dhe e kanë jo kujdes, ashtu që ndoshta as nëna biologjike nuk ishte kujdes për te. Mirë po, ky e pak këtë fat keq ky djalë edhe dy prindit i vdeqën. Tash ka me tezën, edhe tezja don shumë, mirë po ky e ka dëshirën që ta gjejë nënën e vet biologjike dhe baban, çdo herë pa i kriju asnjë problem. E kuptoj. Vetëm nëse ajo ka dëshirë me kontaktu me te. E kuptoj qartë Liri, të gjitha fëmijët të cilët janë të birësuar, vjen një moment duan të dinë të vërtetën dhe realisht e kanë të drejtën për ta mësuar të vërtetën, të dinë kush janë, nga kanë ardhur dhe kush janë rrënjtë e tyre. Dhe sigurisht që ai e kërkon sot nënën e tij. Por desha të pyesja, e dashur Liri, çfarë moshe e lanë prindrit birësues kur u larguan nga kjo jetë? Babai i tij ka qenë moshën 86 vjeçe, aty dikon, ndërsa nëna 76. Por djali çfarë moshe ishte? I rritur ishte kur i humbi prindrit? Po, dikon kur e ka humb nënën ka qenë 25 vjeçar. 25 vjeç. Kur e humbi babën ka qenë 21 vjeçar. Por sot që ai është me tezen nga nëna birësuese. Po. Edhe me gjyshen, nuk e ka marrë guximin të flasi me to? Po, ka fol, po ato janë gjëra më shumë që nuk duhet të konfidenciale, edhe nuk ka arrit shumë e fol me ta. E kuptoj, sepse unë jam e sigurt që tezja mund të di më shumë edhe me gjyshen, ato e mbajnë mend shumë mirë momentin kur nëna e tij e ka birësuar, kush ka qenë ajo zonjë që ja ka dhënë fëmijën, por ti po më tregon që ato... Edhe ato dinë sa po tregojnë unë, sepse nuk kanë qenë prezente aty. Nuk kanë qenë prezente dhe nuk kanë informacion? Jo, nuk kanë. Por
28 vjeçari, djali që është në kërkim të nënës së tij, e ka përjetuar të gjithë histori kur e ka mësuar? E ka përjetuar shumë Odeta, edhe është në një kohë depresioni që po lyp ndihmë me i gjetë familjen e vetë, do me thonë prindrit biologjik, po e ka kriju një lloj frike që nuk po mundet vetë me u ballafaqu me realitetin, po lyp dikush t'i ndihmoj. Frikë Edhe unë përderisa punoj me to, e ku marrë guximin me ju drejtu juve me i ndihmu. Se kur dikush i ndihmon, ky post ma i qetësu, apo kupton? Ma i qetë. E qartë, ai nuk ka guxim, rëndesa e tij psikologjike, gjendja e tij psikologjike nuk është në gjendje që të ishte ai sot këtu në live me Odetën dhe ta tregonte të histori dhe ta ka kërkuar ty këtë nder dhe e kuptoj ngarkesën që ka edhe nga ana emocionale ky i ri. Por si fillon me bisedu për prindët e tij, për shembull, fiton mas pare kur fillon me bisedu, pikë së pari kur fillon me bisedu për prind adoptiv, ndihet shumë keq që kanë vdek, ka herët edhe ka lënë këta shumë tri vet, mos shumë tre vet. Mandej kur fillon me bisedu për prind biologjik, edhe më shumë i krijohet një farë lloj frike, sa që nuk ka guxim me u ballafaqu me realitetin vetë. Çdo herë do me pas zigonafër. Dhe më vjen ka keq sinqerisht për këtë të ri që ndodhet në këtë gjendje. Ai ka frikë të përballet me realitetin, pse? Mendon që po gjeti nënën biologjike sikur ka tradhtuar atë birësuese, apo frika të përballet me një zonjë që nuk do ta fali për veprimin që ka bërë, që e ka braktisur. Nga ka frikë më shumë. Ky me të vërtet është shumë person sensitiv dhe është person që është shumë fëmijë i mirë, i edukuar, shumë i qetë, shumë i urtë. Edhe mirë po vetmi problem është që nuk, edhe gjithashtu nuk e akuzon nënën se e kalon. Se na duke bisedu par dje me këtë bisedë, tha, unë nuk e falsoj nënën time se nuk dihet si ka pas ajo rrethanat, edhe nuk mund ta gjykoj. Ndoshta s'ka mujt me majtë në shtëpi, sa ka qenë nëpër fshatra, jeta krejt ndryshe. Nuk ka pas mundësi ku ta vaj fëmijën, andaj është detyruar me lënë. Dhe e ka falur, nuk e gjykon apo e paragjykon pse e braktisi. Për asnjë majt voglën që thojnë shifër nuk e akuzon dhe e vlerëson, thot, i falenderoj shumë që më ka pru në jetë. A e ka diskutuar djali në fjalë me gjyshën, me tezën që do kërkoj nënën biologjike? Jo, nuk e ka diskutu, sepse nuk këtu qëndron tash pak edhe një problem tjetër, ato nuk kisha pas dëshirë ta bëj publike, ajo mbetet veç mes tij dhe tezë dreta, mirë po ka tentu me marrë informata, s'ka mund me nxerë, asnjë informatë për tyne, edhe kështu që e ka lënë në një pozitë që let zhvillohet e të kërkojë ndihmën dikon tjetër. E kuptoj, e dashuria, e kuptoj, prandaj është detyruar që të kërkojë dhe në këtë lloj forme për të gjetur nënën e tij. Por desha të pyesja, nuk e ka marrë guximin të shkojë në Morin, në Gjakov, të kërkojë me këtë mbiemër? Na ke për arsye, për arsye të traditës, na kemi pas, unë vetë kom tentu të një ditë nisën edhe ta kërkoj. Mirë po, duke mi parë rrethanat edhe tradita që shenë në fshatra, unë është me vas edhe në problem. E qartë, kuptova. Frika më e madhe është që ajo që thash pak më parë unë, mos të lëndojmë familje. Po, edhe kështu që sepse unë ka pas të nisem edhe ta kërkoj vetë, në basë të emrit edhe në emrit, që ajo që disa persona e ka ndonë, edhe patëm me shku vetëm femra, mirë po, aty me njëherë lidh një lloj dyshimi, ku qysh tek, apo kupton. Edhe
në rrethinat, domethënë të fshatrave, që nuk mundesh bashkështu me hyrë në fshat. Sepse me njëherë krijojnë një lloj dyshimi. E qartë. Edhe andaj nuk e morëm rrugën, ndoshta na u duk më arsyeshme me ju drejtu juve, se ndoshta te kishim marrë në hakin vet. E kuptoj, frika për shkak të traditave që kanë shqiptarët në atë zonë, të zonën e Gjakovës, që janë fanatik, që ndoshta këto sekrete kanë ngelur brenda disa mureve dhe nuk kanë dalë, dhe përballja juaj me një familje për të kërkuar pikërisht të zonjë dhe për të treguar këtë histori se është djali që kërkon sot pas 28 vitesh, të bën të ndihesh jo rehat, nuk e bën dot këtë lloj gjëje, të kuptoj qartë, nuk shkon dot dhe troket në derë. Jo. Unë kam tentu me shku mirë, po prapë ty e ka pas frikën që mos pe i kushtojnë ndonjë problem asaj, sa ajo ndoshta ka kriju një jetë, ka kriju fëmijë, ka kriju, edhe mandej fillojnë ato dyshimet se ju për Prishtinës për kërkoni për çfarë, se shihet edhe domethënë regjistrimi i veturës që nxjerrën nesh që e ka Prishtina. Fillojnë me pyetjet, spodojnë me hyrë ato probleme, me kriju probleme. E kuptoj qartë. Për shembull edhe të ndonjë tash frikëzohemi edhe ndoshta falive që mujnë ata me ndodh. Po, të kuptoj qartë e dashur Lirie. Por zonja në fjalë, nëse ka qenë 16 vjeç në atë kohë kur e ka sjellë në jetë djalin, ka kaluar 28 vite, i bie të jetë 44 vjeç sot. 44, ajo ka qenë ose 16 vjeçare ose 17. Sigurt nuk e dim, mirë po është ose 24 vjeçare ose 45. Po, sipas llogarive kështu i bie, o 44 ose 45 vjeç. Por mbi emrin të cilin ju po e kërkoni, ajo dhe mund ta kenë ndryshuar, nëse ajo ka krijuar familje, është martuar, sot a e mban një mbiemër tjetër. Po, dhe ta kemi tentuar edhe ta kërkojmë në Facebook me Ardiana Morina për afërsisht në asaj moshës 45 vjeçare. Mirë po, them vërtetën, më shumë u bazojshin në ngjashmërinë e personit. Mirë po, nuk mundon shumë me gjetë, se kishte shumë Ardiana Morina, po kishte asnjë nuk u përshtat të ndoshta ngjashmërisë të shtyrës së tij. Apo kupton? Tash na nuk mundemi edhe mu bazu bashkë në ato ngjashmëri, se ndoshta ky ka përngjallar vaj. Çdo hedhje tjera pyetje apo tjera probleme, kështu që kemi të tentu ndoshta me shiqur shumë, po s'kemi arrit me gjetë bashkë diçka që ju përshtatet ti. Sepse kërkimi i parë që çdo njeri bën janë rrjetet sociale. Me emër, me mbiemër, hyn në Facebook, në Instagram, në të gjitha llojet e rrjeteve sociale për të gjetur diçka, por kur të dalin shumë emra dhe mbiemra dhe foto të ndryshme dhe kurse një personin është shumë e vështirë për ta gjetur, kjo është e kuptueshme. E dashur Lirie, po e bëj këtë bisedë me ty, se unë jam e sigurt që këtë live po e ndjek djalin në fjalë. Ndoshta edhe unë kam të vështirë t'ja thosha nëse do ta kisha vetë djalin dhe jam me ju dhe kam më të lehtë intervistën. E keni menduar ose duke ditur që je mikja më e ngushtë e tij, i qëndron afër, ja di gjithë historinë, ai kërkon këshillat e tua, e keni diskutuar se ndoshta një pjesë e mirë, jo një pjesë e mirë, po disa histori që unë kam bërë nga Kosova, ironi fati i quajmë ne, histori të cilët fëmijë që janë braktisur nga nënat dhe kërkojnë sot fëmijët t'i gjejnë, një pjesë e mirë e vajzave shqiptare, kosovare, kanë pasur dhe lidhje me shtetas serb. E keni menduar që ajo mund këtë patur një histori dashurie me një shtetas serb, apo ndoshta edhe në një abuzim që mund këtë ndodhur, dhe ajo shkakun më kryesor e ka patur këtë gjë dhe është detyruar ta lërë fëmijën në spital? Jo, Deta, nuk e besoj fare atë punë, se rrethonat në atë kohë që kanë qenë, kemi qenë në pushtimin serb. Po. Pikë pari,
vajzat e Kosovës nuk kam pas të dashur sër për para. Këto muj me garantu me çdo gjë, se nuk kemi qenë përzira në martesa me gjenerata me popullin. Për shkak të konfliktit, unë e kuptoj që nuk ka pasur marrëdhënie dashurie apo martesa mes shqiptarëve të Kosovës dhe të shtetasëve serbe, e kuptoj qartë. Jo, një vajzë ta gjesh, një vajzë shqiptare nuk mundesh ta gjesh që është martuar ose ka pas lidhje dashurie me një serb. Se ashtu ka qenë mentaliteti në Kosovë. Jo, e kuptoj qartë. E di shumë mirë këtë gjë e dashurie dhe të besoj në këtë që po thuaj, por nga eksperienca nisem që kam patur një histori në Mitrovic të një vajze nga Mitrovica që kishte sjellë në jetë një fëmijë me një shtetas serb dhe ishte detyruar ta linte në jetimore. Po në bazë të rajonit, çdo herë bazohesh në bazë të rajonit të Kosovës. Ata njerëz jetojnë, nuk e besoj që ajo ka pas ndonjë marrëdhënie me një shtetas serb apo nacionalitet serb. Ajo është 100% shqipe që është shqiptar. Nuk mund t'jetë, sidomos në atë kohë, nuk ka mundur t'jetë serb. Unë uroj që të gjendet nëna dhe babai, të jenë të dy shqiptar, t'i gjej dhe ai djalë të jetë i lumtur. Po, ai veç atë mundësi po e kërkon, edhe nëse ata nuk dojnë me komuniku me të krejt është okej, pajtohet edhe me ato, mirë po dash zotin që këtë e gjetë në anën e vetë, çdo herë me ndihmën e ju, edhe me ajo nënë me pranu që e pasni. Pa marrë parasysh, e tregon, apo se tregon, apo e bon ndonja takim të mshef, ky e pranon gjithë qysh, vetëm ta di që e ka gjatë. E dashurie, ajo që do ta bëj më shumë të lumtur jam e sigurt është nëse ai do ketë motra dhe vëllezër, gjë e cila i ka munguar në jetë, se fjalën nën dhe baba ai e ka thërritur. Po. E ke diskutuar këtë pjesë? Mirë po, ta them të vërtetën, partje kur kemi biseduar, e ka këtë fjalë. Kam dëshirë ta gjej nënën biologjike shumë, po kam shumë dëshirë ta di edhe kënë e kam bërë. Kush është gjaku im? Nëse ai do gjej nënën biologjike, automatikisht do e mësoj kush është dhe babai pastaj. Po. Pa dyshim, çfarë do lloj historie që mund të ketë qenë atë vit, në 1997-ën, në qoftë një histori dashurie që e ka braktisur partneri, apo çfarë mund të ketë ndodhur, nuk e dim, ne thjesht supozojmë dhe mendojmë në bazë të eksperiencës time, historive që kam trajtuar, dyshojmë se mund të jetë kështu historia, por e vërteta nuk dihet se çfarë ka ndodhur dhe pse ajo nënë është detyruar që atë fëmijë ta lërë në spital. Por e ka menduar refuzimin se kjo është një tjetër pjesë që të dhëm shumë dhe është një goditje ose më saktë një braktisje e dytë. E ka menduar që ajo zonjë mund të dali nesër, por mund të reagoj dhe mund të mbyllë gjithë telefona dhe mos të reagoj. Paktën, edhe nëse nëna nuk e pranon, nëse ka mundësi me e pranu në idaj, apo teze, apo dikush familjari saj, veç me i tregu që nëna e ka jetën e vetë, nështë zdoj me i tregu, po paktën ta drejtoj të babaj. Apo kuptoj? Ta ketë një dije, ky nuk do me shkaktu probleme në asnjë anë pa lejen e tyne. E kuptoj, ai nuk do të dëmtoj nënën biologjike, babain biologjik, familjen që ata kanë krijuar, por për ironi të fatit ai ishte i pafajshëm. Ata dy njerëz që sollën në jetë. Edhe është një djalë aq i edukum, aq punëtor, është me të vërtetë t'ja kesh lakmin këto kohët e sotit që na po jetojmë, ta kesh fal nënës adoptuese që ka edukuar që mirë, është një djalë për shembull. Por unë jam e sigurt dhe nëse ai do ta gjejë nënën e tij biologjike, nën për të do mbetet ajo që e rriti. Kështu ka ndodhur. Ajo që e rriti edhe shkoi. E ka një mërzi të madhe që e ka humbat nënë.
E qartë. Edhe çdo herë thot, jo shumë krenar, nën për moshtë ajo që më rriti. Se ka hequr shumë, sidomos në kushte që kemi qenë në pushtimin e Serbisë, në çfarë kushte e ka rritur me matë bukurën jetë që i ka dhënë ajo. Dhe s'ka si të ndodhi ndryshe dashuririe, që pa dyshim që ai ka një dashuri të madhe për atë zonjë që fatkeqësisht është e ndjerë sot, është larguar nga kjo jetë. Po. Por, gjithsesi, djali në fjalë është përgatitur edhe me refuzimin, ai vetëm thjesht kërkon të mësoj rrënjët biologjike, se kush është nëna e tij dhe nëpërmjet nënës të mësoj që dhe kush është babai biologjik. Po, nuk ju pengon. E dashurie, emigracioni i shqiptarëve të Kosovës ka nisur shumë vite më herët, që në kohën e Titos. Po, e vërtet është. Dua të them që shqiptarët e Kosovës kanë emigruar. Qysh nga viti 1989, kur serbët veç Serbia e pushtoi Kosovën në çdo aspekt. Desha të thosha që shqiptarët e Kosovës e kanë patur emigracioni shumë më herët se shqiptarët e Shqipërisë. Duke ditur që një pjesë e mirë e shqiptarëve të Kosovës janë larguar edhe para luftës 1999, por edhe pas luftës, kjo zonjë edhe mund të jetë larguar. Në vendet e Europës ka krijuar familje dhe nuk mund të jetoj fare në Gjakova, po. Edhe ndoshta. Ndoshta është largu edhe kohën kur ka lindur, ndoshta është martu, ka kriju jetë. Patjetër, mund ta ketë vazhduar jetën e saj. Sepse unë dua që ditën e sotme dashuriri nëpërmjet këtij live-i, jam i sigurt që miku jot të ka dhënë një mesazh në emër të tij, në emër të atij 28 vjeçari që kërkon nënën, por që se ka guximin të ishte vetë sot dhe ka kërkuar ty këtë nder, i e ti sot me mua, çfarë mesazhi do t'i përcjellje kësaj zonje, nënës biologjike, nëse do na dëgjonte, qoftë ajo apo dhe njerëz familjar të saj apo dhe persona që e njohin. Ke një mesazh, ndoshta ai djalë të ka dhënë një mesazh dhe dua që mesazhin e tij të përcjellësh sot. Po, Deta, ko bisedu me të lidhje me këtë çështje, jo me dhe vetë femën, edhe i di në për çfarë rrugë ka kaluar në nënë, që ka sjell këtë fëmijë në jetë. Mirë po, mesazhi im është pa i kriju fare problem. Në qoftë se është e mundur, unë do t'jo edhe numrin e telefonit që ajo zoj me kontaktu nëse e ka dëshirën. Çdo herë pa i kriju probleme që ky djalë ta njoh nënën e vet, edhe dash Zoti që ta dy të njihen. Çdo herë pa i kriju probleme asaj, edhe uroj që çdo femën që e lën një fëmijë, kudo që e lën, ose s'ka pas mundësinë ta arrit, ta kërkon, sepse ky fëmijë e meriton ta ketë një levatim ose ta ndigjoj të paktën një zot të nënës vet biologjike. Ta di kush është dhe nga ka ardhur. Uroj që gjitha nënat që prej zorit shumë të madh i kanë lënë fëmijën, që një herë, ndoshta më shumë vite t'i kontaktojnë edhe t'i kërkojnë. E uroj. Sepse to janë ato që ja kanë dhënë jetën këtij fëmiu edhe ka sjellë një jetë. Atëre, edhe unë do bëj një thirrje në këto momente për gjitha audiencën time, më korrigjo nëse bëj gabime e liri, i bëj thirrje edhe unë zonjës Ardiana Morina, që dyshohet se është e moshës 45 apo 46 vjeç, nga Morina e Gjakovës, e cila ka qenë një studente 16-17 vjeçare në vitin 1997 në Prishtinë, ku ka sjellë në jetë një fëmijë në 2 qershor e theksoi 1997. Për shkak të kushteve, u detyrua që ta linte në spital dhe ai fëmijë që sot është 28 vjeç, është birsuar, ka humbur nënën dhe babain birsues dhe sot është në kërkim të nënës së tij biologjike. Nëse kjo zonjë është duke na ndjekur, mund të telefonojë në numrin tim që dua ta përmend në këtë momente, numri i telefonit është 069 99 55 698, që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq.
Dhe uroj dhe shpresoj që familja Morina, që mund të na ndjeki në një pjesëtar, që mund ta njohë mirë të histori, mos të hezitoj, qoftë anonim të më telefonoj që ai 28 vjeçar të njohë se kush është nëna e tij dhe uroj me dashuri që sa më shpejt të takohen dhe ai djalë ta njohë atë zonjë që e solli në jetë. Faleminderit shumë Odeta nga ana juaj, edhe uroj që ajo na të telefonoj. Pak të veç telefonoj nëse nuk don kontakt me djalin, vetëm ta di që ja dëgjoj sonin asgjë më shumë. Të falenderoj që të pata në këtë live, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, uroj që të vinë informacione dhe të arrijmë në gjurmët e kësaj zonje. Okej, uroj që çdo e mirë të bëhet mirë për popullin shqiptar kudo që kërkojnë prindrit e vet. Edhe uroj që ajo zonjë të prapë të kontaktoj, nuk e kam problem, çdo gjë që ka nevojë, jo me dhone e gashme me ndihmu. Bravo dhe të lumt goja. Dhe do mbetemi në kontakt, të përshëndes nga Tirana e dashur. Faleminderit ju, edhe unë ju përshëndes nga Prishtina, nga Dardania e Madhe. Mirë të dashur miq, e dëgjuam dhe këtë historinë e 28 vjeçarit nga Prishtina, i cili është në kërkim të nënës së tij biologjike me emrin Ardiana Morina, nga Morina e Gjakovës. Kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit, por mund të më dërgoj edhe mesazhe në rrjetet sociale. Urojmë dhe shpresojmë që ky ri të lidhet sa më shpejt me nënën e tij. Ju falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Kjo dritare nuk është vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe për shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që shpeshherë më shkruani a i merr përsipër në live këtë histori. Po, të gjithë mund të më shkruani dhe mund të jeni këtu në live me Odetën. Ju falenderoj dhe ritakohemi nesër dhe mos harroni, këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar. Mirupafshim dhe takohemi nesër.